Tashmë që janë numëruar mbi 95% e kutive të votimit, por mbeten edhe rreth 45.000 vota nga diaspora, ndryshon dhe renditja e kandidatëve më të votuar nga lista e preferuar. Lista kryesohet nga ministri Blendi Gonxha në Tiranë, i cili tashmë numëron mbi 21.800 vota. Në vend të dytë renditet ish zëvendës kryeministri Erion Braçë me 20.261 vota. Podiumin e tretë parëve plotson Joridata Baku me 18.850 të preferencave të demokratëve të Tiranës, e ndjekur nga ministri Ervin Hoxha me 18.764 vota. Kandidati i 5 më i votuar është Erkend Balla nga lista e socialistëve në Durrës, i cili lë pas me një grusht votash Saramila në Elbasan me 18.626 vota. Ceno Kloci është më i votuar i radhës nga socialistët me 16.638 vota, i ndjekur nga Ilir Ali Mehmeti, i cili ndon se ka 16.426 vota, nuk mundet futet në parlament pasi Partia Demokratike siguroi vetëm një vend nga lista e hapur në Tiranë, që tashmë është blinduar nga Joridata Baku. Kujtojmë se në orët e paraditas së sotme, sipas njoftimit zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u mbyll zyrtarisht procesi i numërimit të votave për kandidatët të referuar pjesës së listave të hapura, pasi emrat e listave të mbyllura ishin të siguruar që prej fillimit.